Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Gjykata speciale në Hag zgjat paraburgimin e Hashim Thaqit. Mbi të rëndon akuza për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Vendimi është marrë nga gjyqtari i vetëm në këtë rast Christopher Gosnell. Në të është konstatuar se ekziston rreziku real që në rast se ai lirohet mund të pengojë ecurinë e procesit dhe të kryejë vepra të tjera penale. Fillimi i gjykimit ndaj Hashim Thaqit, Bashkim Smakajt, Isni Kiliat, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë është caktuar për 27 shkurt 2026. Ish presidenti i Kosovës ndodhet në qendrën e paraburgimit në Hag që nga nëntori vitit 2020. Ai është duke u gjykuar për krime lufte, si dhe vitin e kaluar është ngritur akt akuza kundër administrimit të drejtësisë. Rritje e bashkëpunimit përmes arsimit dhe trajnimit dhe ushtrimeve të përbashkëta, adresimin e kërcënimeve hibride dhe forcimin e qëndrueshmërisë ishin në thelb të takimit trepalësh mes përfaqësuesve të Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Takimi erdhi në kuadër të marrëveshjes përbashkët të bashkëpunimit mes tre vendeve. Deklarata trepalëshe konfirmoi angazhimin për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit me synim rritjen e sigurisë dhe stabilitetit në Europë. Kryetari i Kuvendit Shqipërisë Niko Peleshi ngriti shqetësimin për sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Gjatë fjalës në Forumin për Sigurinë në Kongresin Amerikan, Niko Peleshi cilësoi rajonin si një hapësirë gjeopolitike të ndjeshme ndaj kërcënimeve hibride dhe ndërhyrjeve të huaja. The Western Balkans remains geopolitically sensitive, exposed to external attempts to undermine stability, weaken democratic institutions and erode confidence in the Euro-Atlantic path. Ballkani Perëndimor mbetet i ndjeshëm në aspektin gjeopolitik, i ekspozuar ndaj përpjekjeve të huaja për të minuar stabilitetin, për të dobësuar institucionet demokratike dhe për të shkatruar besimin tek rruga euroatlantike, tha ndër të tjera Peleshi. Krahas asaj, ai u ndal tek anëtarësimi i Kosovës në NATO si garanci për Ballkanin Perëndimor. This reality demands vigilance, resilience and strategic clarity. Mutual recognition of Kosovo and its NATO membership, along with Euro-Atlantic integration of other Western Balkan countries, is crucial for building peace and stability in Western Balkans. Ky realitet kërkon vigjilencë, qëndrueshmëri dhe qartësi strategjike. Integrimet euroatlantike dhe anëtarësimi i Kosovës në NATO janë të domosdoshme për sigurinë dhe stabilitetin në rajon, u shpreh ndër të tjera Peleshi. Kryeparlamentari kujtoi vendimin e samitit të NATO-s në Hag për rritjen e investimeve në mbrojtje, duke theksuar se dhe Shqipëria po ndërmerr një hap të tillë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj takon në SBA zëvendës ndihmës sekretarit të Departamentit Amerikan të Shtetit pranë Byros për Çështjet Europiane dhe Euroazatike, Daniel Lawton, dhe kërkon anëtarësim në NATO. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Haradinaj shkruan se gjatë këtij takimi ka theksuar se partneriteti dhe misia ndërmjet Kosovës dhe SBA-s janë të qëndrueshme dhe strategjike. Për Haradinajn, anëtarësimi i Kosovës në NATO jo vetëm që do të forcojë, por do të kontribuojë gjithashtu në paqe, stabilitet dhe mbrojtje kolektive në të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe komunitetin euroatlantik. KFOR garanton se hapësira ajrore e Kosovës mbrohet nga NATO. Komandanti i KFOR-it në Kosovë, Ozgan Ultash, deklaroi se cilido operacion me mjete ajrore pa pilot kërkon njoftim paraprak dhe aprovim të qartë nga KFOR-i. Ultash gjithashtu ka deklaruar se Forca e Sigurisë së Kosovës në veri mund të veprojë vetëm me pëlqimin e tij si komandant i KFOR-it. Përdorimi i të gjitha kategorive të mjeteve ajrore pa pilot i nështrohet rregullave të rrepta dhe zonave të lëvizjes së kufizuar, deklaroi komandanti i KFOR-it në Kosovë. Përfshirja e Miroslav Lajçak në dosjen Epstein nuk e komprometon procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, apelojnë zyrtarë europian. Dialogu është një proces i qëndrueshëm që nga viti 2011, i cili është në pronësi të palëve dhe udhëhiqet nga përfaqësuesi i lartë. Gjithashtu dialogu mbikëqyret vazhdimisht nga shtetet anëtare, tha Anita Hiper, zëdhënëse e Bashkimit Evropian. Në dokumentet të publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, emri i Lajçakut përmendet disa herë. Sipas këtyre dokumentave, në komunikimet me Jeffrey Epstein, i dënuar për krime seksuale, Lajçak ka diskutuar një sër temash nga çështjet gjeopolitike deri në ato personale, përfshirë gra dhe vajzat e reja që sipas dokumenteve Epstein i përdorte në pronat e tij për persona të fuqishëm. Deputeti i vetëm shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi, merr zyrtarisht në dorë në Washington ligjin që për herë të parë vendos diskriminimin sistematik ndaj shqiptarëve në Serbi në agjendën e Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky akt nuk është simbolik, është një instrument shtetëror amerikan për të vlerësuar, dokumentuar dhe ekspozuar pasivizimin administrativ, përjashtimin nga institucionet publike, shtypjen e gjuhës, diskriminimin, arrestim dhe marginalizimin ekonomik të shqiptarëve të Luginës Preshevës, shkruan Shaip Kamberi. Dokumenti u hartua nga kongresmeni amerikan Kate Self.
Beogradi denonconte ndërkombëtarët ligjin për të huaj të miratuar nga Kosova. Drejtori të ashtu i quajturës së zyrë për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, tha se ka folur me ambasadoren franceze në Beograd, Florence Ferrari, për rrezikun e këtij ligji. Në një njoftim të zyrës së tij thuhet se Petković e informoi ambasadoren për qëllimin e Prishtinës për të dëbuar serbët nga Kosova përmes ligjit për të huajt dhe për të goditur institucionet kryesore serbe në krahin. Petković i tha diplomatës franceze se institucionet arsimore dhe shëndetësore serbe në Kosovë janë shtylla e qëndrimit dhe mbijetesës së serbëve në Kosovë dhe themeli për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, shkruan gazeta Danas. Kujtohen dhe sot viktimat e vrasjeve të shqiptarëve në Mitrovic nga regjimi genocidal i Slobodan Miloševićit. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, Faton Peci, vendosi një pllakë përkujtimore të masakrës së ndodhur 26 vite më parë mes 3 dhe 4 shkurtit të vitit 2000. Ne e pam të rrugës që në kujtim të tyre të shpalosëm këtë pllakë për shkak se duhet të jetë e paharruar sakrifica dhe gjaku i derdhur i qytetarëve shqiptar edhe pas çlirimit të Kosovës dhe prezencës së KFOR-it në Kosovë. Ata u vranë civil të pafajshëm dhe fatkeqësisht edhe të atë natë ato dy net të pambrojtur, vetëm e vetëm pse ishin shqiptar dhe ishin rikthyer në shtëpit, banesat dhe pronat e tyre. Kosova kujton 26 vjetorin e masakrës së Mitrovicës. Për presidenten Vjosa Osmani, ngjarjet e 3 dhe 4 shkurtit mbeten një nga plagët më të rënda pas luftës. Në ato ditë e errta bandat kriminale serbe vranë 10 civil të pafajshëm, plagosën 25 të tjerë dhe dëbuan me dhunë 1564 familje megjithëse 11364 antarë nga shtëpitë e tyre, thuhet në shkrimin e presidentes. Me gjithë këtë torturë, Osmani thotë se Mitrovica qëndroi dhe nuk u thye ndaj krimit që nuk harrohet kurrë dhe se drejtësia do të mbetet kërkesa e pandalshme. Kujtimet të masakrës së Mitrovicës ju bashkua dhe në kryetaren detyre Kuvendit të Kosovës Albulena Axhiu. Natën mes 3 dhe 4 shkurtit 2000 në veriun e Mitrovicës u ekzekutuan mizërisht 10 qytetarë shqiptar, mes tyre fëmijë, gra dhe pleq. Sot, 26 vite më pas, kjo ngjarje mbetet plagë e hapur dhe e vërtet që nuk gëzon të harrohet, shkruan Albulena Axhiu. Politik. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti nga Podujeva sa se kabineti i tij qeveritar do të ketë pothuajse të njëjtët emra me qeverinë e mëparshme. Do të ketë shumë prej emrave të cilët tashmë i kam prezantuar edhe unë edhe Blau Konjufca në vjeshtën e vitit kaluar. Mirë po nuk do të jenë identik, pra do të ketë edhe emra të tjerë. Ne po përgatitemi që së pari ta konstituojmë kuvendin dhe sa më shpejt ta formojmë qeverinë. Kurti përmendi rëndësinë që sa më shpejt të formohen institucionet në mënyrë që kuvendi të miratojë dhe marrëveshjet ndërkombëtare me Bankën Botërore, planin e rritjes me Bashkimin Evropian, por dhe buxhetin e Kosovës, e për këtë të fundit thekson se nuk mund të vazhdohet me 1/12 e buxhetit në muajin mars. I kemi 3 marrëveshje ndërkombëtare me Bankën Botërore dhe njëkohësisht e kemi edhe planin e rritjes me Bashkimin Evropian që është 882.6 milion euro, e që duhet sa më parë ta miratojmë në Kuvendin e Republikës, pa harruar natyrisht atë që kemi më së shumti përgjegjësi, obligim, por do thosha edhe preferencë, e kjo është buxheti për vitin 2026. Në lidhje me çështjen e presidentes, Kurti këmbguli në miratimin sa më parë të qeverisë të ligjeve. Një herë këto 3 hapa do t'i përmbyllim, edhe pastaj edhe te hapi 4 do të ecim bare mirë. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë për të mos miratuar listën e kandidatëve për deputet të listës serbe është në kundërshtim me të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur në mënyrë demokratike përfaqësuesit e tyre, deklaron ambasada amerikane në Prishtinë. Çdo përpjekje për të shkelur këtë parim bazë minon partneritetin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës, tha për Radio në Europa Lirë një zëdhënës i ambasadës amerikane. Më 31 janar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, por gjatë mbledhjes antarët e komisionit miratuan listat e kandidatëve të të gjithë partive përveç listës serbe. 3 antarë të KQZ-s votuan pro, 2 kundër nga lëvizja vetëvendosje dhe antarët e tjerë abstenuan. Lista serbe më 2 shkurt është ankuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për këtë vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ankesat e 4 partive politike, si dhe një kandidati për deputet në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, janë bërë shkak që certifikimi i rezultateve zgjedhor të zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025 në Kosovë të shtyhet për disa ditë. 4 parti politike nga komuniteti i shumicës dhe kandidati për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, Bekim Haxhiu,
Paraqiten disa ankesa lidhur me publikimin e rezultatit përfundimtar nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Paneli i ka bërë të ditur se ka pranuar gjithsej 7 ankesa nga këto subjekte politike për të cilat do të jepet një vendim brenda afatit ligjor prej 4 ditësh nga data e parashtrimit të secilës ankesë. KQZ-ja mori vendim për rinumërimin e të gjitha votave për shkak të gjetjes së disa parregullësive në votat e kandidatëve për deputet të Kuvendit të Kosovës. Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare, KQZ-ja do të pres afatet tankimore dhe më pas do të bëhet certifikimin e rezultateve përfundimtare, gjë e cila do të jap rrugë formimit të institucioneve të reja në vend. Sociale. Zyra e Rregullatorit të Energjisë në Kosovë deklaron se nuk ka rritje të tarifave të energjisë në mbledhjen e parë të bordit për vitin 2026, në të cilën shtytoi kërkesën për përcaktimin e të hyrave dhe tarifave NEMO për periudhën 2026-2028. Ai ka theksuar se lista e tarifave për Kosovën propozohet të mbetet e pandryshuar dhe se nuk bëhet fjalë për rritje të tarifave të energjisë. Muharrem Gashi, udhëheqësi i Departamentit të Tarifave në ZRE, deklaroi se të hyrat e lejuara të propozuara përfshin komponentët rregullator standard si kostot operative, kostot që lidhen me investimet kapitale, amortizimet, kapitalin e punës dhe tarifat e licencës. Hyn në fuqi marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Italisë. Përmes saj, synohet eliminimi i tatimit të dyfish dhe parandalimi i evazionit fiskal. Sipas njoftimit të ambasadës Kosovës dhe Italisë, thuhet se bazuar në këtë marrëveshje, nuk do të ketë dyer tatim për të njëjtat të ardhurat si në Kosovë dhe në Itali. Tatimi i paguar njihet si kredit tatimor në shtetin tjetër. Pagat, profesionet e lira, bizneset dhe pensionet atohen vetëm në shtetin e rezidencës. Përjashtimet janë vetëm për student dhe praktikant që qëndrojnë për studim, trajnimi, norma më të favorshme për dividend, interesa dhe honorare dhe më shumë siguri juridike për qytetarët investitor. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti nga Podujeva tha se kabineti i tij qeveritar do të ketë pothuajse të njëjtat emra me qeverinë e mëparshme. Do të ketë shumë prej emrave të cilët tashmë i kam prezantuar edhe unë edhe Glau Konjufca në vjeshtën e vitit të kaluar. Mirë po nuk do të jenë identik, pra do të ketë edhe emra të tjerë. Ne po përgatitemi që së pari ta konstituojmë kuvendin dhe sa më shpejt ta formojmë qeverinë. Kurti përmendi rëndësinë që sa më shpejt të formohen institucionet në mënyrë që kuvendi të miratojë dhe marrëveshjet ndërkombëtare me Bankën Botërore, planin e rritjes me Bashkimin Evropian, por dhe buxhetin e Kosovës, e për këtë të fundit thekson se nuk mund të vazhdohet me 1/12 e buxhetit në muajin mars. I kemi 3 marrëveshje ndërkombëtare me Bankën Botërore dhe njëkohësisht e kemi edhe planin e rritjes me Bashkimin Evropian që është 882.6 milion euro, e që duhet sa më parë ta miratojmë në Kuvendin e Republikës, pa harruar natyrisht atë që kemi më së shumti përgjegjësi, obligim, por do thosha edhe preferencë, e kjo është buxheti për vitin 2026. Në lidhje me çështjen e presidentes, Kurti këmbguli në miratimin sa më parë të qeverisë të ligjeve. Një herë këto 3 hapa do t'i përmbyllim, edhe pastaj edhe te hapi 4 do të ecim bare mirë. Shpallen datat e provimeve të maturës shtetërore në Kosovë. Ministria e Arsimit Shkencës mori vendim lidhur me organizimin e provimit të maturës shtetërore për këtë vit. 20 qershori është data e parë e provimit, ndërsa afati i dytë është caktuar për në datën 29 gusht. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.